Saveri Atlantike mbetet e përkushtuar për të mbështetur Kosovën si vend me rëndësi strategjike. Në Bruksel, aty ku janë takuar ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, vëmendje i u dha edhe Kosovës. Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, në një intervistë për radio-televizionin e Kosovës, e ka vlerësuar bashkëpunimin me institucionet e sigurisë në Kosovë. A number of ministers, especially those coming from the Western Balkans, but also Një numër ministrash veçanërisht nga Ballkani Perëndimor, por edhe ata të përfshirë në misionet tona në rajon, trajtuan çështjen e Ballkanit. Të gjithë theksuan nevojën për të ruajtur vëmendjen dhe vigjilencën, sepse Ballkani Perëndimor ka rëndësi strategjike për aleancën. Ne e vlerësojmë bashkëpunimin që kemi pasur me institucionet e sigurisë. Besojmë se angazhimi ynë ka sjellë rezultate pozitive. Pas ngjarjeve të vitit 2023, kur personeli i KFOR-it u sulmua dhe ka qenë menjëherë pas atyre sulmeve që ne rritëm praninë tonë. Tani që situata është stabilizuar, që nga janari kemi ndërprerë dislokimet rotative dhe do të kemi një prani më të optimizuar. Kjo tregon gjithashtu se institucionet përgjegjëse për sigurinë janë bërë më të afta dhe se misioni ynë mund të realizohet me një numër më të vogël trupash. Zëvendës sekretarja tha se Aleanca ka gatishmëri të përkrahë tutje rrugën e Kosovës në procese të tjera të rëndësishme, por sipas saj aleatët presin edhe rezultate konkrete nga dialogu. Ajo nënvizoi se mënyra më e mirë për të kontribuar në paqen rajonale dhe globale është që secili vend të bëjë detyrat e veta, të zgjidhë problemet, të investojë në marrëdhënie të mira dypalshe dhe fshinësore dhe të forcojë demokracinë dhe sundimin e ligjit. We will continue with our commitment. Ne do të vazhdojmë angazhimin ton. Vendimet e fundit tregojnë qartë se ky angazhim është i palekundur. Aleatët janë të gatshëm dhe të vendosur për të ndihmuar, por të gjithë presin rezultate konkrete nga dialogu politik, të cilat mund të hapin rrugë për një bashkëpunim edhe më të mirë. Kemi pasur bashkëpunim të mirë edhe me policinë e Kosovës. Ky bashkëpunim ka ndërtuar kapacitete, njohuri dhe ekspertizë vendore. Kështu krijohet një mjedis më i sigurt. Nëse kjo shoqërohet me rezultate konkrete nga dialogu politik, atëherë e kemi formulën e duhur për të garantuar sigurinë dhe interesat e qytetarëve dhe të gjithë rajonit. Duhet të jemi shumë të qartë, qëllimi i KFOR-it është të mbështetë dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Vetëm përmes këtij procesi politik mund të sigurohet paqja afatgjate. Ne së bashku me përfaqësuesin e BE-s Sorensen, besojmë se fokusi duhet të jetë në rezultatet konkrete nga ky dialog. Çështjet e pazgjidhura duhet të adresohen sepse kjo do të sjellë më shumë siguri dhe prosperitet. Ndryshe vetë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, pas takimeve me ministrat e vendeve anëtare të aleancës, ka thënë se Kosova është partner i rëndësishëm i saj, përkundër që janë disa vende që nuk e njohin atë, derisa e vlerësoi pozitivisht përmirësimin e situatës së sigurisë në vend.